Well, it's not easy to get things done anywhere. It's as I told you, execution is hard. Execution is rare. Askund nuk është e lehtë të kesh sukses, siç që thash, zbatimi është i vështirë, zbatimi është i rrallë. As në Eden nuk ishte gjithçka e lehtë. Pastaj, nga njëra anë mua më pëlqejnë vështirësitë dhe nuk është se më stepin. Nga ana tjetër, mundësia për të sjellë ndryshimin ishte unike. Realiteti është që ky vend ka ndryshuar në mënyrë dramatike brenda një kohe shumë të shkurtër. Kjo nuk do të thotë që vendi nuk përballet me probleme të konsiderueshme. Nuk do të thotë që vendi nuk ka vështirësi të konsiderueshme, që njerëzit nuk janë të pakënaqur me drejtimin e gjërave në shumë fusha. Të gjitha këto vlejnë, por në të njëjtën kohë, është absolutisht e vërtetë që vendi ka ndryshuar në mënyrë dramatike, të paktën me sa kam parë unë që prej herës sime të parë këtu. Dhe shumica e këtyre ndryshimeve janë të mira për njerëzit. Shumica e tyre sot jeton shumë më mirë se kur fillova të vi unë para 30 vjetësh. Jeta, pra, është përmirësuar më së shumti. Dhe nuk është gjithmonë e mundur të kesh mundësi të jesh sadopak pjesë e këtij ndryshimi. Siç patëm ne mundësi. Nuk të jepet gjithmonë mundësia që në një farë mënyrë ti përgjigjesh pyetjes tuaj lidhur me ndikimin dhe ndryshimet, duke thënë, po, patëm mundësi të sjellim ndryshim. A arritëm të ndryshojmë drejtimin e vendit? Patjetër që jo, por ama bëm ndryshime të vogla në mënyrën tonë dhe shumë njerëz nuk e kanë këtë mundësi. We were able to change things. Can we change the direction of the country? Of course not. Can we push change in our own incremental way? Yes, and most people don't get a chance to do it.